الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahun, Zotin e gjithësisë e falenderojmë. Vetëm prej Tij shpëtim, udhëzim, falje kërkojmë. Salavatet tona, përshëndetjet tona, më të mirat, më të bukrat, më të plotat, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë atyre që rrugën e Tij kanë ndjekur, ndjekin dhe do të ndjekin, dërgojmë. Të nderuar vëllezër besimtar, një porosi profetike, një porosi e artë, të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhuruar muslimanëve para 1437 viteve, ka nevojë që edhe sot, pas 15 shekujve, tua përkujtojmë muslimanëve, ja përkujtojmë edhe jo muslimanëve, se kush janë muslimanët, me çka punojnë muslimanët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në takimin e fundit që i ka pas me muslimanët në haxhin Lam Tumirës, ju është drejtuar atyre dhe ju ka thonë: ja ejuhen nas, o ju njerëz. Pra nuk ju ka thonë o musliman, po ju ka thonë i ka thirrë ata o ju njerëz. Inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Vërtet, Zoti juaj është një dhe babai juaj është një. Pra e keni një prej ardhje. Ela la fadla li arabijin ala ajami. Pra le të dihet se nuk ka përparësi arabi ndaj jo arabit. Wala li ajamijin ala arabi, e as jo arabi nuk ka përparësi ndaj arabit. Pra ka një drejtësi. Wala ahmara ala aswad, wala li aswada ala ahmar illa bit taqwa, e as i bardhi ndaj të ziut, e as i ziu ndaj të bardhit, përveç se me devotshmëri. Ajo me të cilën dallohen njerëzit dhe duhet të nderohen për njëri tjetrin, nuk është mbas ngjyrave të tyra dhe prejardhjeve të tyra, nga se e kemi të gjithë një prejardhje, dhe asnjë prej neve, asnjë prej njerëzimit nuk e ka pas qatë drejt ta zgjedhë se prej ku do me pas ai prejardhjen e tij, pa asnjë prind nuk ka pas mundësi bile ma e zgjedh as ngjyrën, pa as gjinin e birit të tij. Andaj, për çka më u bë gjithë kjo, dhe më thënë zhurmë, gjithë kjo gallam, që në fakt këto keq kuptime të këtyre gjërave kanë qenë rezultat i shumë problemeve të mëdha në historinë e njerëzimit. Kurse muslimanët, prej kur e kanë dëgjuar që këtë porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë mundu gjithmonë me e praktiku, edhe do ta praktikojnë deri në ditën e fundit të kësaj botës. Ja praktika vëllezër. Safat e muslimanëve në çdo xhami, kur nuk dallojnë se në safin e parë kush do të jetë, a do të jenë arabët ose jo arabët, shqiptarët ose turkët ose bosnjakët. Jo, ai i cili ka ardhur i pari, ai hin në atë saf, edhe falet. Asnjë nuk ka pas drejt dhe nuk ka ndodhur kur që dikush ta sheh me një sy nënçmuese sepse ti ke ardhur në xhamin ton, ose sepse ti e ke zonë vendin e parë në safin e parë. E kundërta, njerëzit gjithmonë i kanë respektuar, po qofshin ata edhe të rinj që kanë ardhur të parit dhe janë ulë në vendet e para. Të nderuar vëllezër,
bota sikur se ceka ka vuajtur dhe ka paguajtur shumë për këto mendime të këqija që kanë qenë shkak i dy luftrave botërore, ku me miliona njerëz kanë humbur jetën e tyre, shkaku që ka qenë fitili, ka qenë mos pranimi i tjetrit, refuzimi i tjetrit. Të nderuar vëllezër, pra edhe njëherë, luftrat kanë mbaru, mirë po ata të cilët i nxisin që këta fjalë e bojnë atë punë që e ka bërë dikush para 50 viteve për me i fry zjarit. E kanë bërë edhe e bojnë atë punën që ndoshta luftrat janë dalë në trojet tona, mirë po ata që hudhin cytje në për media, ta cytjet janë ma të dhimbsh, ma shumë plagosin, se sa pluma që janë hudh para 20 viteve që janë gjujt njerëzit tonë. Të nderuar vëllezër, në vendet tona, me të vërtet, ka tema shumë serioze me të cilën duhet të miren mediat. Papunësia është në nivel, kush i vjodhi punët, vendet e punës të ne. Për hir të Zotit, pyesi unë, kush i vjodhi vendet e punës të ne? Kohën e Jugosllavisë, gati se të gjithë ishin të punësum, kush i vjodhi vendet e punës? A nuk kanë me çka të miren mediat? A nuk kanë me çka të miren mediat me rinin tonë që droga ndoshta shitet ma shumë se sa dikun tjetër në vendet tona? Me çka blehet ajo drogë? Kush e sjell atë drogë? Mirë po, një korrektësi që bëhet në këta media, se edhe kur aratisen, edhe kur kapen, edhe kur burgosen, këta të cilët miren me narkotika, me drogë, jo me gram, me kila, me thes, prap ju ruhet një drejtësi, ju ruhet një nder familjarëve të atyre. Nuk guxon me janë nënçmu të birin e atij që ka shit drogën, ose ai që ka bë krim vjedhje edhe vrasje, pa as që i nënçmohen prindrit e tij. As me gjyq, as me ligj, ata nuk arrestohen, as nuk nënçmohen. Edhe në për mediat sociale. Mirë po kjo që ka ndodhur në rastin e fundit, vëllezër, u për fat keq thëm, nuk thëm të tjerët, për disa prej njerëzve që janë gëzuar me vrasjen e imamit, a mund ta paramendoni vëllezër se si ndihen fëmijët e tij? Edhe ata kanë beshpirt me jetu, edhe ata kanë një dhimbje që jo është gjek shpirti atyre që ja kanë vrarë babën e tyre. Vëllezër, sinqerisht ua them, ta gjëra janë prej gjërave elementare të para që duhet me ta të miren. Edhe hoxhollarët, edhe prindrit, po edhe pushteti që ta shohin me të vërtet se ku është problemi dhe ta zgjidhin. Nuk ka gjithmonë dënimi zgjidhje. Jo. Tu ekziston një keq kuptim, ekziston një bindje e gabuar në shoqërinë tonë që i dallojnë njerëzit në bazë të kombit ose në bazë të bindjeve besimeve të tyre. Ku janë ata premtimet, ku janë ata reklamat e mëdha në për media ku thrasin bashkim vllaznim? Liria e të shprehurit. Liria e të shprehurit, vëllezër, praktikohet në Evropë, më të vërtet në këto vende, ku që 50 vite, 5 nenet e para në kushtetutën e Gjermanisë, e Francës, e Belgjikës, teket e drejta e plot, liria e plot e njeriut që e ka të drejtën të shprehet, e ka të drejtën e tij në mendimet e tij dhe në besim. 3 gjërat. Ja garantojmë çdo shtet. Te ne, shtetet tona, ja garantojmë popullit që këta 3 gjërat, sa herë që të hupet njëra prej këtyre, hupet rahatia. Të nderuar vëllezër, fjalët që mund të thuhen janë të shumta. Mirë po, porosia ime, që porosis prej këtij vendi të shenjtë prej hutbes është që ta përmbajmë vetveten tonë në çdo rast dhe në çdo vend. Besoni vëllezër, kur nuk kanë qenë postimet në Facebook që kanë zgjedhur ndonjë problem. Kur nuk kanë zgjedhur. Po ma e keqja çka është se e prishin punën. Se në Facebook flasin njerëzit prej vendeve jo serioze. Ndoshta është i shtit në shtratin e tij edhe e bën një postim. Ndoshta është në kafe, ndoshta është diku tjetër, po folin fjalë shumë të mëdha. A janë ata të gatshëm të cilët postojnë, të cilët kanë postuar që tash të gatshëm, a janë me dhënë përgjegjësi për fjalët e tyre? Nuk janë të gatshëm. Andaj duhet dikush që t'ia kërkon atyre përgjegjësi. Që ta dinë se cili prej atyre a është kryetar,
a është politikan, a është deputet, që ta din veten e tij, çka ka kryer shkollë, ai i cili poston. Vëllezër, edhe këtu në Gjermani njerëzit postojnë, mirë po si përfundon puna atyre. E dini ligjin e ri tash është, por çdo postim dënimi është 1 muaj rrogë. Hajde dil postohet tash. Dil shaje kryetarin, shaje deputetin. Vëllezër, vallahi jam i binqëm se cili prej neve me ardhë vetëm 1 ditë me jetu me problemet të cilet ballafaqohen përgjithësit të cilët janë aktual pushtetar, kishim thënë ma mirë është më u kthy punën time që atje ku e kam mistrin, ku e kam llopatën, ku e kam trafsigerin e kështu me radhë, se është përgjegjësia e madhe. Nuk është përgjegjësia vetëm një familjes, 10 qindra të familjeve janë. Prandaj tham vëllezër, nëse nuk ka mundësi me e shuj zarmin, mos me i fry zarmin. Kjo është porosia ime për secilin 3 dhe 3. Nëse në këtë dunjë përgjegjësia nuk hipet se nuk e ka vrarë dikush atë hoxhën, atë imamin, mirë po vallahi kanë me dhonë përgjegjësi që e kanë lëndu familjen e tij. Edhe që e kanë marrë në kom deri në atë. Nuk lejohet më marrë ndërkom as nderi i një imamit, as një i priftit, as një profesorit, as një qytetarit. Vëllezër, neve Allahu Azza wa Jall nuk na ka dhënë këtë përgjegjësi në duart tona. Kjo është përgjegjësia e dikujt tjetër. Andaj lutim Allahun subhanahu wa taala që të na shton vetdijen tonë, që ta kuptojmë përgjegjësinë që e kemi. Lutim Allahun subhanahu wa taala që imamin që ka ndru jetë, Allahu ta fal atë, ta mëshiron, me xhennet ta gradon. Ne në këtë vend nuk kemi gjykatës që me gjykuse si ka ndodhur e vrasja. Kjo është, më thënë, çështja e gjyqjeve dhe njerëzve kompetent. Mirë po, duke u nis nga ai se ka qenë njëri që ka bërë kontribut, edhe këtë dëshmojnë të gjithë njerëzit, ne çojmë mëshirë për atë njeri edhe për secilin njeri që ka dhënë kontribut dhe jep në rojet tona. Qultu ma qad sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه. Të nderuar vëllezër, fjala liri është një fjalë e madhe. Mirë po, liria e secilit prej neve mbaron aty ku cenohet liria e dikujt tjetër. Edhe kështu duhet me qenë. Secili prej neve duhet me ditë se deri ku e ka kufinin e lirisë të shprehurit, të vepruarit. Nëse vinë që ti me punën tënde, liria jot e drejtë, ta jep atë mendimin që me ashkel dikujt të drejtën, atëherë ta di se këtu ma nuk është mbytyje liria. A në veçanti vëllezër, në këto 20 vitet e fundit, shumë liri janë shkelur. Do të vinë një ditë që do të zbardhen këta punë që është hup liria e shumë prej njerëzve. A në veçanti vëllezër, thëm këtë përgjegjësi dhe të mbajnë gazetarët, të cilëve ende nuk miren në pyetje dhe në përgjegjësi për dezinformatat të cilat ata i përhapin në përlajme. Në Ramazan ndodhi një rast i dhimbshëm shumë. Një fëmijë i vogël ndroi jetë shkaku një smundjes që e ka pas kur ka lindur, smundje të zemrës së tij. Doli gazetari dhe e boni në lajm se baba prindi e ka detyruar me agjeru. Ishte një rren 4 orë. Sot e kësaj dite ai gazetari është i lirë, nuk ka dhënë asnjë përgjegjësi. Kush duhet me ja kërku këtë përgjegjësi atij gazetarit? A e merr shteti këtë përgjegjësi që me ja rujt drejtën e atij qytetarit, drejtën që asaj nonës që është gjek zemra asaj, se si ka mundsi një gazetar i cili as nuk i ka vizitu, as nuk ka shku me i pa se si ka qenë rasti, vetëm me e bo një lajm, sa ma shumë me bashkëklikime, se familja e pas kanë detyru fëmijën 7 vjeçar me agjeru. Një rren vëllezër në 4 orë. Wallahi besoni vëllezër, se cili prej neve, po jam i binqëm që edhe ai gazetari që ashtu dikush me ja bo një gazetar tjetër për një rast të tillë në familjen e tij, ndrysh kishte mu sjell. Vëllezër, duhet me kërku përgjegjësi. Duhet me u kërku përgjegjësia për çdo gazetar. Nuk ka dikush që mund të ketë para ligjit për jashtim. Kjo është e vërtet.
as hoxhullarët, as prifnit, as mjekët, pa as gazetarët. E po të thoj edhe një herë, më thënë gazetarëve dikush duhet me e tregu me ligj se ku e kanë atë lirin e tyre të drejtë. Nuk ka mundësi me pas liri të drejtë absolute. Nuk ka mundësi. Se ata ja marrin vendime dhe shpallin gjykime gazetarët. Pilani kështu është, në bazë çkahit. Dikush duhet me argumentu këta gjëra. Vëllezër, dëgjoni një rast që ka ndodhur në New York. Para afërsisht 15 viteve, një taksist e sheh se një qen del prej shtëpisë dhe e sulmon një fëmijë të vogël që ka luajtur në park. Domethënë, e sulmon një qen i madh dhe ja rrezikon jetën e tij. Del prej veturës dhe arrin që me e shpotu atë djalin në momentet e fundit me e shpotu jetën. Fëmijë i vogël e sulmon një qen i madh që e ruan shtëpinë, është shumë serioze. Afrohen njerëzit, në ato qaste mrinë edhe prindrit vinë, ja japin ndihmën e shpejtë atij fëmijut, ja afrohet një gazetar, personit i cili ja ka shpotu jetën atij fëmijut. Dhe i thot, nesër do të bëjmë një fotografi, do ta shohësh të veten tënde se një trim nga New Yorku shpotoi, thot, jetën e fëmijut. I thot taksisti, i thot, unë nuk jam nga New Yorku, nuk jam prej këtu, unë thot kam ardhur për punë. Atëherë i thot gazetari, thot, do ta them se një trim amerikan ja shpotoi, thot, jetën një fëmijut. Gazetari thot, unë thot nuk jam amerikan, unë thot jam këtu, kam ardhur i huaj, jam pakistanes. Atëherë gazetari thot, tamam, thot, nesër, thot, unë do ta bëj një lajm, do ta lexosh lajmin. Del në faqen e parë një lajm me këtë titull: një musliman ekstremist e vrau, thot, qenin në parkun e New Yorkut. Një musliman ekstremist e vrau, thot, qenin në parkun e New Yorkut. Nuk shkojnë 2-3 ditë, vëllezër, arrestohet taksisti. Mirë po, një realitet që ka duhet thuhet, që nuk kalojnë ndoshta 24 orë, me njëherë vërtetohet puna se taksisti nuk është ai i cili, më thënë, ja mor shpirtin qenit, po e kundërta, qeni, më thënë, taksisti ja shputoi fëmijut shpirtin. Të nderuar vëllezër, ligji shumë është me rëndësi, vëllezër, që të praktikohet në kohën e duhur edhe në mënyrën e duhur. Te përçat edhe jo nxjeth njerëzit të cilët i kemi pushtetar. Vëllezër, po që se këta gjëra anashkalohen, besoni se njerëzit e hupin gjën më të shtrenjtë që e kanë ndaj pushtetarëve, e hupin besimin ndaj atyre. Andaj, çështja e besimit ka lidhje direkte me sigurinë. Ibrahimi alayhis salam e ka lutur Allahun subhanahu wa taala në Mekë, që Allahu subhanahu wa taala të zbret besim në ato vende, në njerëzit të cilët do të jetojnë dhe në ato vende të bon të sigurta. Edhe kjo është ajo që kërkohet vëllezër në çdo vend. Po që se hupet siguria në një vend, hikin njerëzit, hikin edhe prej shtëpive të tyre, i lojnë edhe punët e tyre. Andaj, lutim Allahun subhanahu wa taala që neve të na bën shkak për siguri, për besim, dhe të na mbron nga çdo të keqe. Allahu të na bën të hajrit kudo që të jemi ne. Besoni vëllezër që siguria është çështje përgjegjësi e secilit prej neve, duke nisur në shtëpitë tona, në lagjet tona, po kudo që të gjendemi në çdo vendin ton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë një fjalë, që kjo fjalë vëllezër po ashtu regjistrohet në shkolla: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum aleikum haram. Dijeni thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se gjaku i juaj, pasuria e juaj, nderi, autoriteti i juaj sot është bërë ndaluar që të keq përdoret. Ka hurmeti yawmikum hadha, është bërë kjo ndalesë ashtu sikur se është kjo ditë sot e ndaluar, ditë e shenjtë. Pra, gjaku i njeriut, pasuria e tij, nderi i tij janë të shenjtë sikur se dita e Arafatit, edhe dita e Bajramit, janë të shenjtë sikur se ai muaj i shenjtë në të cilën bëhet haxhi, muaji Dhulhijjes, dhe e dini çka është vëllezër më e madhja, se janë të shenjtë sikur se çka është e shenjtë Ka'bja,
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me e vrani një musliman të pafajshëm tek Allahu subhanahu wa taala është mëkati më i madh se sa me e zdru Ka'ben. Para mendoni muslimant, një ditë ju vin lajmi se Ka'bja nga të cila ju ktheheni kur faleni nuk është. E kanë rrëmy Ka'ben, e kanë zdru Ka'ben. Sa ndihen muslimant, domethënë do të ndihen keq. Me e vrani një musliman të pafajshëm, kudo që qoftë ai, një njeri që nuk ka domethënë faj tek Allahu subhanahu wa taala, është mëkati është më i madh se sa me shku një musliman me zdru Ka'ben. Lusim Allahu subhanahu wa taala të na udhëzon, të na drejton nga çdo krim. Allahu neve të na mbron, popullin ton nga kurthat e armiqve të mbron. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të rinin ton në Islam të udhëzon, të smurit ton Allahu t'i shëron, të vdekurit ton Allahu t'i mëshiron. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم صل وسلم وبارك على الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Të nderuar besimtar, me të vërtet Allahu urdhëron drejtësinë, po mirësinë ndaj të afërmve dhe ndalon nga çdo punë të keqe dhe të neveritur, dhe ndalon nga çdo lloj padrejtësie. Kështu Allahu ju përkujton që mësim të mirëni. Wa aqimus salah, ta falim.